Deputeti Alternativës Imërlie Saliu nëpërmjet një konference për media ka reaguar lidhur me paradën e krenaris, e cila do të mbahet ditën e sotme në kryeqytet. Ajo thot se kjo para që për disa është simbol lirie, ata konstatojnë se për shumicën ndërmuese të qytetarëve, ajo përfaqëson një para që bie ndesh me vlerat mbi të cilat është ndërtuar familja tradicionale shekullore. Alternativa si përfaqësuese një filozofie politike që buron nga realiteti i familjes tradicionale e riafirmon bindjen e palëkundur për t'i mbrojtur dhe kultivuar vlerat e familjes shqiptare. Një strukturë që ka qenë themeli i identitetit tonë kombëtar, i edukimit të brezave dhe i qëndrueshmërisë së shqiptarëve në rajon. Saliu thot se alternativa është e vendosur që shoqëria jon të ecë përpara mbi baza të shëndosha morale, kulturore dhe historike, jo mbi modele që nuk kanë lidhje me realitetin tonë shoqëror dhe që shpesh vijnë të imponuara përmes presioneve ideologjike dhe politike. Ajo akuzon qeverinë e kaluar që në kohën e tyre vazhdimisht i kanë mbështetur paradat e tilla. Nuk duhet të harojmë që kjo që ndodh sot është shpeshqesh edhe i nomenklaturës së kaluar politike, e cila edhe pas më shumë se 2 dekadash në pushtet, nuk ofroi as vizion e as moral politik. Në vend që të ndërtonte shkolla moderne, spitale funksionale dhe të hapte vende pune, ajo zgjodhi të zbras lagjet tona nga shpresa dhe t'i mbush ato me kazino, bastore dhe vende degenerimi. Ajo ka vlerësuar se shqiptarëve u duhet një politik që jep prioritet familjes, edukimit të fëmijëve, sigurisë në lagje dhe zhvillimit ekonomik. Shqiptarët nuk kanë nevojë për parada, ata kanë nevojë për dinjitet, për një shtet që i respekton, për një sistem që nuk i tall, që nuk i përdor për agenda ditore për pikë të ulta politike, tha Saliu.